propozimit të votimit të fshet për kryetar të kuvendit në kuvendin e Republikës tonë nga ana e kryesuesit zotit Avni Dehari, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje sa i përket votimit të fshet. Të gjitha ata që thonë se Avni Dehari e shkeli kushtetutën përmes votimit të fshet, unë mendoj që ata janë lexues të dobët të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ata ose nuk e kanë lexuar vetë, ose interpretojnë gabimisht, ose interpretojnë me interpretime të tjerëve. Edhe kjo nuk është mirë. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk ka kurrë klauzule eksplicite që e obligon kuvendin patjetër me shku deri në pafundësi me votim të hapur. Edhe votimi i fshet është njëjtën kategori për nga legitimiteti kushtetues, po sikurse votimi i hapur. Ne nuk mund ta dim se në çfarë faze hyn Kosova mas 26 korrikut. Ne nuk mund ta dim. Ne mund të spekulojmë. Po është edhe sot mëngjes një 10 interpretime të ndryshme se çka kjo i bie, prej zgjedhjeve të reja e deri te asgjë fare.